Dinosaurët sunduan tokën për 160 milion vjet, duke i sikur ata do të dominonin përgjithmonë biosferën, por një ditë bota e tyre u shkatërrua nga një shkëmb i madh në madhësinë e Everestit që ra nga hapësira. Kjo është historia e mënyrës se si era e reptilëve të lashtë erdhi në fund. Dita e fundit e dinosaurëve. Toka 66 milion vjet më parë, fundi i periudhës kretake të erës mezozoike. Pjesët e superkontinentit Pangea pothuajse u ndan plotësisht. Planeti dukej shumë i ngjashëm me gjendjen e tij moderne, por jo krejtësisht i njëjtë. Amerika e Jugut dhe Amerika e Veriut u ndan përfundimisht deri në fund të periudhës kretake. Afrika, Australia dhe Grenlanda kanë të njëjtën formë si sot. Në të njëjtën kohë, konturet e Evropës dhe Azisë po fillonin të formoheshin. Vargmalet malore të Siberisë, Mongolisë, Andeve dhe Kordierës, kontinentet po shfaqeshin aktivisht. Periudha kretake zgjati 79 milion vjet dhe u bë periudha më e gjatë e erës mezozoike. Klima e planetit ndryshoi disa herë gjatë kësaj kohe. Ishte relativisht e ftohtë deri në fund të kësaj periudhe. Mbulesa e akullit u formua në pole. Dimrat u bën më të ashpër. Në disa vende temperatura ra nën -10 gradë Celsius dhe deri në -45 gradë Celsius në Alaskë, por megjithatë, bota ishte më e ngrohtë se sa është tani. Bimësia e bollshme mbulonte sipërfaqen e kontinentit. Ishte gjatë kësaj periudhe që u shfaqën bimët me lule. Koniferët, gingo dhe bimët e tjera nga epokat e mëparshme formuan pyje të dendura që përfshinin gjithashtu arra, frashër dhe me pamje moderne. Toka e prodhuar nga këto pemë e bëri shtresën e sipërme të tokës më të pjellore për barrat e sapodalura. Me ardhjen e bimëve me lule, edhe insektet duhej të evolonin. Flutura dhe belët filluan të fluturonin duke përhapur polen. Frutat me sara u zhvilluan nga lulet e plenuara, duke ofruar ushqim për shumë lloje kafshësh, përfshirë zogjt. Kjo ishte ajo që nxiti evolucionin e disa dinosaurëve bimngrënës, si dhe shumë llojeve të gjitarëve. Numri i mishngrënësve, thundrakanëve, insektivorëve dhe primatëve u rrit nën këto kushte të favorshme. Sigurisht, ata nuk janë bërë ende aq të mëdhenj sa janë tani. Shumica e gjitarëve atëherë ishin brejtës të vegjël dhe grabitqar. Për shembull, një kokë fosilizuar e një Granopio dentiacudus, 20 cm i gjatë, u gjet në Argjentinë. Ky gjitar i vogël quhet kethuri me dhëmb shpat, për shkak të hundës së tij të zgjatur me fakte të gjata. Me sa duket, kjo specie hante disa insekte, por kafshë më të mëdha kanë shfaqur tashmë. Në Madagaskar, u gjetën mbetjet e një marmotës së madhe Ventana certici. Ky gjitar bimëngrënës kishte një pamje mjaft të pazakontë. Ai kishte kurora masive në të dyja anët e kafkës së tij për vetëmbrojtje dhe një ndjenjë të shkëlqyer të erës. Kafsha peshonte 9 kg dhe ishte 3 herë më e madhe se marmotat moderne. Megjithatë, Ropena mammoths ishte gjiganti i vërtet mes gjitarëve të periudhës kretake. Ai kishte një trup 1 metër dhe peshonte 12 deri në 14 kg. Nga jashtë, Ropeno. Fragmentet e kocullave të Nofoth mund të thuhej se thajlasinin i ngjante djallë tasmanian modern ose një qen i ulët. Ky grabitqar gjuante madje dinozaur të vegjël ose të sapodal nga veza. Dhe megjithatë, dinozaurët ishin kulmi i evolucionit prehistorik. Ata ishin në krye të zinxhirit ushqimor mezozoik. Një numër i madh i llojeve të dinozaurëve me përmasa të ndryshme popullonin të gjitha kontinentet. Më të vegjëlit ishin Ogdentavis congress. Koka e këtij reptili miniatur nuk ishte më e gjatë se 14 mm, sqepi i përfshirë. Fatkeqësisht, paleontologët nuk kanë gjetur ende kockat e trupave, por duke pasur parasysh madhësinë e kokës së tij, ky dinozaur nuk ishte më i madh se një kolibri modern. Sipas disa vlerësimeve, kafsha më e madhe që ka jetuar ndonjëherë në tokë është Alamosaurus. Këta gjigantë ishin 29 metra të lartë, peshonin 38 ton dhe kishin një bisht 12 metra të gjatë. Dita në të cilën jeta toksore u ndryshua plotësisht. Të gjitha kafshët, të reja dhe të vjetra, po vazhdonin ditën e tyre si zakonisht, duke bërë ca kërkime për ushqim dhe gjuajti.
Një tuf prej 50 Alamosaurusësh shkoi në gadishullin Yucatan, duke kërkuar ca bliri të freskët. Këta gjigant ishin bim gremës. Ata duhet të konsumonin deri në 1 ton bimësi në ditë për të qëndruar në formë. Mund të duheshin disa ditë për të ngrënë gjethe nga një pyll i tërë, gjë që i bënte ata të udhëhiqnin një stil jete nomade. Një Tarbosaurus grabitqari mesit të moshës, që jetonte në territorin e Mongolisë dhe Qinës së sotme, po kërkonte gjithashtu ushqim. Ky lloj 14 metra i gjatë konsiderohet më i madhi mes dinozaurëve grabitqar të periudhës kretakeje. Tarbosaurus i ynë u nis për të gjuajtur gjahun në rafshnaltën e përbytjes. Kafshë me madhësi të mesme dhe dinozaur të vegjël vinin shpesh atje për të pirë, kështu që gjuajtia do të ishte një sukses. Si çdo Tarbosaurus, ky reptil ecste mbi 2 këmbët e pasme. Gjymtyret e tij të përparme me 2 gishta ishin jo proporcional të vogla në lidhje me pjesën tjetër. Dhe megjithatë ato ishin shumë të dobishme në mbajtjen e gjahut ose zënjen e peshkut me kthetra të gjata. Arma kryesore e Tarbosaurusit megjithatë ishte rreth 60 dhëm të gjatë, të mpreft që arrinin deri në 85 mm. Ndërkohë, një Pachycephalosaurus i rritur po vazhdonte ditën e tij në Amerikën e Veriut. Ky dinozaur 4.5 metra i gjatë peshonte rreth 450 kg dhe dukej mjaft i frikshëm. Kafka e tij ishte e mbrojtur nga një kupol kockore 25 cm e trash që sigurisht zbudhte goditjet kur reptili i madh luftonte armiqtë e tij. Pjesa e pasme e kupolës kishte projektime kockore dhe gjemba të shkurtër që dilnin lart nga hunza. Pachycephalosaurusi ishte kryesisht bim ngrënës. Ai shtyp gjethe, sara dhe fruta me dhëmbët e tij relativisht të vegjël të mprertë. Duket se ky dinozaur përfshinte gjithashtu mish në dietën e tij. Ai hante amfib të vegjël, kafsh baguashk, gjitmar, ndoshta madje dinozaur të sapo dal nga veza. Në këtë ditë, Pachycephalosaurusi ynë u afrua më afër oqeanit, ku ai gjeti shumë pemë me sara ushqyese të ushqimit. Ai mund të hante plot molusqe të mëdha amonite, hardhiza dhe krijesash të tjera në lagunat e rrogla. Ndërkohë, një Ankylosaurus femër shkoi në pyll për të kapur drek në Amerikën perëndimore të Veriut. Ajo po udhëhiqte 4 të verigjël të sapo dal nga veza. Ky reptil dukej si një kimer të merruese. Ai arrinte madhësinë e një rinoceri ose madje të një elefanti afrikan i rritur. Trupi i këtij monstri tetrapetal ishte i mbuluar me armatim të fuqishëm kockor dhe kishte një nyje masive si shkop në bishtin e tij. Por, pavarësisht nga pamja e tij friksuese, Ankylosaurus ishte një bim ngrënës i pafajshëm. Nëna me të vegjlit nuk kërkonte të vriste askënd me shkopin e saj. Bishti shërbente për të mbrojtur nga grabitqarët dhe reptilët kanibale. Dhe kështu, duke u mbrojtur nga bishti i fuqishëm i nënës së tyre, familja shkoi në një pyll të dendur pranë maleve të sapo formuar shkëmbore. Ndërkohë, reptilët e rinj kishin një masakër të vërtet në Amerikën e Veriut, qindra kilometra larg vendit të fatkeqësisë së ardhshme. Një Carnotaurus i hutuar bredh në territorin e Tyrannosaurus Rex dhe nuk e vuri re pronarin në kohë. Me shpejtësinë deri në 50 km/h, Carnotaurus mund të ikte lehtësisht nga kundërshtari i tij që mund të vrapojë vetëm me 40 km/h. Por T-Rex erdhi në pamje shumë papritur. Era e ndërhyrësit e tradhtoi kohë më parë. T-Rex kishte një ndjenjë të shkëlqyer të erës krahasuar me dinosaurët e tjerë. Dhe në lidhje me saktësinë e shikimit, madje edhe një skifter mund të ishte xheloz ndaj këtij grabitqari. Për më tepër, shikimi i reptilit ishte binokular. Sytë e tij mund të shikonin në drejtime të ndryshme dhe pastaj hyrja nga çdo sy kombinohej për të krijuar një imazh vizual të vetëm. Kjo i mundsoi dinosaurit të përcaktojë me saktësi distancën deri te gjahu i tij. Dhe kështu, T-Rex sulmoi me tërbim armikun për të mbrojtur territorin e tij dhe për të marrë një vakt të shijshëm në të njëjtën kohë. Shihni, ky dinosaur nuk e humbi kurrë një shans për të shijuar mishin e lojit të tij. Tani varet nga Carnotaurus të luftojë mbrapsht. Nëse ne pam këtë luftë dhe duhej të bënim një bast, të gjithë do të vinin paratë e tyre në T-Rex. Carnotaurus nuk kishte asnjë shans. Diferenca në peshë ishte e madhe.
Tyrannosaurus peshonte deri në 6.8 ton dhe peshonte më shumë se Carnotaurus me pothuajse 5 ton. Masa e tij muskulore dhe prandaj forca ishte disa herë më e madhe. Madje edhe me projektimet e tij të ngjashme me bririn mbi sy, Carnotaurus nuk kishte asnjë shans për të luftuar nofullat super të fuqishme të T-Rex. T-Rex shqeu shpejt kundërshtarin në copza dhe filloi festën menjëherë. Ishte një goditje e madhe fati për reptilin. Sipas disa vlerësimesh, T-Rex kishte nevojë deri në 100 kg mish në ditë. Kjo është ekuivalente me marrjen ditore të 3 ose 4 luanësh. Ndërsa ishte i zënë me drek, reptili nuk u interesua të shikonte lart dhe kështu ai humbi dritën e ndritshme në qiell që po bëhej më e madhe me çdo sekond. Një asteroid i madh po afronte planet. Në disa minuta, ai do të vras 75 të gjitha krijesat e gjalla duke shkaktuar ngjarjen e zhdukjes kretake paleogjene. Në vitin 1980, shkencëtarët propozuan një hipotezë se ishte ndikimi i asteroidit që çoi në këtë fatkeqësi. Ata gjetën shumë më tepër iridium në argjil 66 vjeçare në të gjithë botën sesa në shtresat mbi dhe poshtë. Kjo është një substancë shumë e rrallë në tokë, por ka shumë prej saj në disa lloje asteroidësh, e cila është arsyeja pse iridiumi ndonjëherë quhet një metal hapësinor. Shkencëtarët sugjeruan se metali ishte ndoshta sjell nga një asteroid në një ngjarje përplasjeje. 10 vjet më vonë, një ekip tjetër kërkuesish përcaktoi vendin e saktë të ndikimit. Një krater me një diametër prej 180 kilometrash u zbulua në gadishullin Yucatan dhe u quajt Chicxulub. Mosha e tij përkon me zhdukjen e dinosaurëve. Chicxulub ka një sasi të madhe iridiumi dhe ndërsa ju largoheni nga qendra e kraterit, gjenden gjithnjë e më pak metale. Për më tepër, 25.000 fragmente fosile kafshësh u gjetën së fundmi në gurore të New Jersey. Këto krijesa vdiqën në të njëjtën ditë, në fund të periudhës kretake. Kjo ishte një provë tjetër e zhdukjes masive që pasoi ndikimin e asteroidit. Ndërsa Tyrannosaurusi ynë po shijonte drekën e tij, një shkëmb 10 kilometrash që peshonte disa trilion ton, fluturoi në atmosferë. Tërheqja e gravitetit po bëhej jashtëzakonisht më e fortë, duke përshpejtuar objektin në një shpejtësi fantastike 20 kilometra në sekond. Si një piston, asteroidi shtypi një kolonë ajri 20 kilometra pas tjetrës, së bashku me fërkimin. Ky proces ngroh shkëmbin gjigant në 10.000 gradë Celsius, duke e bërë atë shumë më të ndritshëm se dielli. Në të njëjtën kohë, Tyrannosaurusi po kishte një pushim të vogël nga dreka e tij. Ai ngriti kokën lart dhe u verbua nga drita e qiellit të flakëruar. Dinosauri uli shpejt kokën, duke mbyllur syt, por drita po i diqte ata edhe përmes çipave të mbyllur. Nxehtësia incineroi lëkurën e reptile, i vuri zjarrin pemëve dhe barrit rreth tij një sekond më vonë. Asteroidi zhduku mbi horizont duke lënë qiellin shkëlqyes prapa. Tyrannosaurus Rex mori një pushim të vogël, por vetëm për një moment. Asgjë nuk po ndorte për disa sekonda, por pastaj qielli u bë verbues i ndritshëm. Asteroidi u rrëzua në qirin e Meksikës pranë bregut verior të gadishullit Yucatan. Energjia e liruar nga ndikimi ishte afërsisht ekuivalente me 10 miliard bomba atomike të Hiroshimës. Në një sekond, asteroidi depërtoi rreth 20 kilometra në korën e tokës. I gjithë globi po tundimte si 1000 kamban nga ndikimi. Për ta vendosur këtë në perspektivë, një shpërthim relativisht i fundit i vulkanit Krakatoa shkaktoi që gjysma e timpanëve të antarëve të ekuipazhit të shpërthejnë në një nga anijet 70 kilometra larg. Ndikimi i asteroidit ishte 1 milion herë më i fuqishëm. Për më tepër, valet e goditjes u vërsulën më të gjitha drejtimet më shpejt se shpejtësia e zërit menjëherë pas përplasjes. Ato ishin aq të forta sa lëvizën kafshët gjallë, i ngritën ato lart në ajër, i rrotulluan dhe shtypin gjithçka edhe qindra kilometra larg nga krateri. Dinosaurët më të rëndë fluturuan si balona. Tyrannosaurus Rex pësoi një tronditje të rëndë dhe vdiq në një çast. Menjëherë, vala e goditjes ngriti trupin e tij lart në ajër për disa sekonda. Vala vazhdoi të përhapet duke shkuar disa herë rreth globit. Por edhe përpara se të vriste T-Rex, asteroidi shkatroi tufën e Alamosauruseve që pam më parë. Kafshët po kullosnin pikërisht pranë vendit ku ra shkëmbi infernal.
Dinosaurët nuk mund të shpëtonin nga nxehtësia e pabesueshme. Ajo dogji gjithçka në tokë duke I kthyer kockat e kafshëve në hij. Ndërkohë, Ankylosaurusi femër me 4 bebet e saj po hante në mënyrë paqësore gjethe në fyll. Ata ishin qindra kilometra larg vendit të ndikimit. Megjithatë, ata vdiqën edhe më parë. Alamosaurusi. Asteroidi I nxehtë I kuq shkaktoi zjarr të madh ndërsa kalonte nëpër atmosferë. Një prej tyre shpërtheu ku familja e Ankylosaurusit po kullot. Zjarri incineroi menjëherë pyllin duke I lënë reptilëve asnjë shans për të mbijetuar. Asteroidi gjithashtu nxori 15 trilion ton shkëmb nga planeti dhe e dërgoi lart në qiell. Një pjesë e vogël fluturoi në hapësirën e jashtme, ndërsa pjesët e mbetura, duke përfshirë gur me madhësinë e shtëpisë, filluan të bien mbrapsht nga orbita. Në të njëjtën kohë filloi një shi qelqi, po binte shi I nxehtë me shkëmbinj 5 mm. Breshëria e gurit dhe shiu I përvëluar vran kafshë të panumërta. Megjithatë, Pachycephalosaurusi që po gjuante pranë oqeanit në Amerikën e Veriut ishte me fat. Ai nuk vdiq nga zjarret dhe gurët që binin nga qielli, por pak më vonë kur një tsunami gjigante 100 metra u ngrit nga oqeani. Për të marrë një ide për shkallën e tij, merrni parasysh tsunamin shkatrimtar në Japoni të vitit 2011. Ato valë ishin me zor 10 metra të larta. Megjithatë, pothuajse I gjithë shteti I shullor pësoi humbje. Por tsunami gjigante I shkaktuar nga ndikimi I asteroidit shkoi mijëra kilometra thellë në tokë. Ai përmbytoi pothuajse të gjithë territorin e SBA së ardhshme. Gjurmët e valës janë gjetur madje në North Dakota. Një nga këtë valë mori Pachycephalosaurusin poshtë, tërhiqti trupin e tij në oqean dhe e varrosi atë në humner. Pikrisht atëherë një Tarbosaurusi I moshuar po kërkonte një gjah. Këtu, kilometra nga epicendra e shpërthimit, qindra lloje dinosaurësh ende endeshin në zona me pyll. Ndërkohë, fatkeqësia po afrohej me minutë. Ndikimi I asteroidit shkaktoi një seri tërmetesh të tmerrshme që maten deri në 11.2 pikë. Dridhjat ishin rreth 50 herë më të forta se çdo tërmet I njohur për njerëzimin. Tërmeti më I fuqishëm I mat në Çile të vitit 1960 kishte një magnitudo 9.5. Rritja e këtij numri me një pikë do të thoshte lirimi I energjisë 30 herë më të fuqishëm. Planeti po dridhej aq shumë sa të gjithë vulkanet u zgjuan dhe filluan të shpërthejnë. Rreth 70 miliard ton gurësh të pluhuruar, bloz, hi dhe monoksid karboni u ngritën si rezultat I shpërthimeve. Pastaj ata filluan të bien mbrapsht në atmosferë. Fërkimi I tyre kundër ajrit shkaktoi rritje të jashtëzakonshme të temperaturës. Një re e madhe e nxehtë pluhuri stuhiu nëpër planet, duke djegur gjithçka në rrugën e saj. Ajo po afrohej në Mongoli me një shpejtësi prej 18.000 km/h. Temperatura këtu u rrit në 150 gradë Celsius, një orë gjysmë pas ndikimit. Të gjitha krijesat e gjalla vdiqën, ose më mirë, pothuajse të gjitha krijesat, Tarbosaurusi ynë dhe disa kafshë të tjera arritën të shpëtojnë duke u fshehur në një shpellë nëntoksore. Ata mund të fshiheshin këtu ndërsa reja vrasës e kalonte. Shpejti, temperatura filloi të binte. Kjo u pasua me shi acid që përmbyt tokën sepse disa qindra miliard ton përbërjesh sulfuri po hidhen në troposferë së bashku me shkërbinj të tjerë. Për javë, acid sulfurik po derdhej nga qielli në të gjithë planetin. Ai e helmoi tokën dhe trupin e ujit. Një batanjet e dendur pluhuri, hi dhe bloz u mbështoll rreth planetin pas shpërthimeve vulkanike, duke mos lënë asnjë dritë dhe nxehtësi të hynte. Edhe në mesditë ishte po aq e errët sa nata. Temperatura ra me 28 gradë Celsius. Dimri I ndikimit u vendos. Kur uria dhe etja I nxorën Tarbosaurusin dhe kafshët e tjera nga shpella, ata pan një botë që dukej befas ndryshe nga më parë. Ishte e ftohtë, e errët dhe e shkretë. Vetëm kalbja, kërpudhat dhe mykrat ishin në gjendje të riprodhoheshin nën kushte të tilla. Nuk kishte ushqim për dinosaurët në planet. Kafshë të panumërta vdiqën nga uria. Tarbosaurusi ynë nuk arriti të mbietojë asaj. Ndoshta ai ishte dinosauri I fundit në planet. Megjithatë, mund të supozohet se vezë të rastit dinosaurësh janë ruajtur të paprekura diku nën tokë. Individ të rinj u çelën nga ato pas ca kohe. Grupe të vogla dinosaurësh u shfaqën këtu e andej.
Por moti i ftoft, uria dhe smundja kontribuan në vdekjen e tyre përfundimtare. Era e dinosaurëve erdhi në fund. Era cenozoike filloi. Rreth e pluhurit u shpërndan mbi planetin gjatë disa dekadave dhe nxehtësia dhe drita e diellit ishin në gjembje më në fund të arrinin sipërfaqen. Natyra u ringjall nga rrënojat. Së pari u shfaqën përsëri bishtkuajt dhe ferrat mëdha. Ata u pasuan nga afër nga angiospermet dhe bari. Kafshë të tjera që ishin dominuar nga dinosaurët për miliona vjet ishin gati të marshonin me trimëri në erën e re. Gjitarët. Disa prej tyre mbijetuan fatkeqësinë në strofka nëntoksore. Të tjerët qëndruan në pemë. Ata u përshtatën mirë me kushtet ekstreme, ishin të shpejtë për të riprodhuar dhe konsumonin relativisht pak ushqim. Ata ishin të garantuar të lulëzonin në planetin e rinovuar. Suksesi i evolucionit të gjitarëve çoi në shfaqjen e Homo sapiens, që është tani specia dominuese në tokë. Por jemi shumë larg nga vendosja e rekordit të dinosaurit, pasi kanë kaluar vetëm disa milion vjet që kemi pushtuar botën. Vetëm koha do të tregojë nëse njerëzit do të sundojnë planetin për 160 milion vjet si reptilet e lashtë.